Kjo grua përdori sod buke çdo mbrëmje, ja se çfarë ndodhi më vonë. Soda e bukës nuk është vetëm një nga produktet më të mira në kuzhinë, por edhe një nga pastruesit më të mirë të saj. Po ashtu, është edhe një aleate shumë e mirë e bukurisë, mirëqenies dhe ka përdorime të gjëra, të cilat mund të shkojnë përtej kozmetikës. Ja disa përdorime të sodës së bukës, të cilat mund t'ju ndryshojnë jetën tuaj. Sodën e bukës mund ta përdorni gjithashtu për të larguar erën e keqe nga duart. Ndonjëherë sapunët antibakterial mund ta thajnë shumë lëkurën tuaj të duarve ose mund të lënë gjithashtu edhe erën e keqe të saj. Prandaj, për të larguar erërat e këqija që mund të kenë ngelur në duart tuaja, mund të përdorni sodën e bukës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo jo vetëm që do të heqë yndyrna dhe papastërtitë, por do t'i lërë duart tuaja më të shëndetshme dhe më të pastra. Ndaj përdorimet të saj në këtë mënyrë mund t'jenë alternativa të çmuara të lëkurës suaj dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Soda e bukës mund të përdoret për të larguar erën e keqe nga duart, ose mund të përdoret gjithashtu kundër flokëve të thatë. Një lugë kafeje me sodë buke dhe disa pika ujë dhe filloni masazhoni rrënjën e flokut për disa sekonda. Për flokë më të errët mund të shtoni edhe pak uthull, e cila mund të përdoret për të larguar gjithashtu thatësinë e flokut tuaj dhe për të ndihmuar në rikthimin e shëndetshëm të tyre. Sodën e bukës mund ta përdorni si deodorant natyral. Nëse po kërkoni për një deodorant pa alumin, atëherë atë mund ta gjeni në kuzhinën tuaj. Soda e përzier me pak ujë dhe vaj natyral, jo vetëm që do të heqë aromat e këqija të djersës, por në të njëjtën kohë mund të heqë edhe nivelet të larta të yndyrës. Ajo mund të përdoret gjithashtu si një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Përdorimet të tilla të sodës së bukës mund të jenë alternativa të shkëlqyera në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Ajo mund të përdoret gjithashtu edhe si një zbardhues shumë i mirë i shëndetit tuaj dentar. Krijoni një lloj paste për dhëmbët me sodën e bukës, e cila mund të lehtësojë shumë kapacitetin tuaj të shëndetit oral. Një skrap natyral për të eliminuar njollat të kafe ose edhe të ndryshme të dhëmbëve tuaj, përzieni disa pika ujë me sodë buke dhe lani dhëmbët vetëm me të. Të paktën një herë në javë, kjo lloj paste do t'i mbajë dhëmbët tuaj shumë më të bardhë dhe më të shëndetshëm, dhe rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike në largimin e papastërtisë së dhëmbëve dhe gjithashtu në shëndetin më të mirë të tyre. Ju mund të përdorni gjithashtu një skrap natyral për fytyrën duke përdorur sodën e bukës. Një skrap mjaft i thjesht është ai i fytyrës që përdor sodën e bukës. Edhe për eliminimin e rrullave, soda është një zgjedhje shumë e mirë. Lajeni shpesh fytyrën duke përzier sodë buke me ujë dhe krijoni një dhojë eksofilanti, e cila mund t'i japë rezultate fantastike në shëndetin tuaj të lëkurës dhe jo vetëm. Eliminoni zverdhjen e thonjve. Njollat që zakonisht mund t'i lërë manikyrin në thonjë mund të zhduken mjaft mirë me përdorimin e sodës së bukës. Përdorni një pastrues me sodë buke me ujë të oksigjenuar, pastaj fshini thonjtë tuaj me një pambuk të pastër ose me furçë. Receta është mjaft efektive në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe do të rrisë gjithashtu shëndetin tuaj të thonjve dhe do të largojë papastërtitë e tyre. Përdorimet të tilla të sodës së bukës mund të jenë gjithashtu alternativat tuaja më të mira kundër këtyre shqetësimeve. Soda e bukës mund të përdoret për të eliminuar erën e keqe nga këmbët. Edhe këmbët mund të trajtohen fare lehtë me përdorimin e sodës së bukës. Mund të bëhet një zgjidhje shumë e mirë në largimin e erës së keqe të tyre. Me një skrap të krijuar nga pasta me sodë buke dhe ujë, mund të eliminoni kallot dhe të zhdukni gjithashtu edhe dhimbjet e tyre. Por më e rëndësishme është në eliminimin e erave të këqija të këmbëve, të cilat mund të jenë të bezdisshme edhe me kalimin e kohës. Gjithashtu mund të pastroni edhe furçat tuaja të make-upit me përdorimin e sodës së bukës. Mënyra më e mirë për pastrimin e furçave të grimit është pikërisht ajo e sodës së bukës.
Futini thjesht furçat në ujë të ngrohtë me sodë buke dhe i lini aty për disa minuta. Me këtë truk mjaft të mirë, furça e dhëmbëve ose e flokëve mund të jetë gjithashtu më e pastër. Freskoni fytyrën tuaj dhe frymëmarrjen me përdorimin e sodës së bukës. Të gjitha acidet mund të krijohen në gojë nga ushqime të ndryshme. Eliminoni ato me sodë buke. Soda mund të ndihmojë në eliminimin e aromës që krijohet nga ushqimi. Një lugë gjedhe me ujë me sodë buke dhe mund të bëhet një gargar për të eliminuar erën e keqe të frymëmarrjes dhe për të përmirësuar gjithashtu shëndetin e saj. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë edhe për irritimet e ndryshme që lëkura juaj mund të ketë pësuar. Soda e bukës mund të ndihmojë në trajtimin e irritimeve që mund të krijohen kryesisht nga djegja, plagët ose puçrat e ndryshme. Soda e bukës eliminon edhe djegjen nga dielli, por edhe skuqjet e lëkurës nga infeksionet të ndryshme. Një përzierje me ujë të oksigjenuar dhe sodë buke gjithashtu në pak minuta mund të lehtësojë irritimet të ndryshme të lëkurës dhe mund të japë rezultate fantastike kundër këtyre shqetësimeve. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu kundër djersitjes së tepërt. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu si një deodorant i freskët natyral kundër djersëve të këqija. Mund të përzini 4 lugë gjedhe sodë buke me 4 pika nga vaji esencial i preferuar. Më pas me të lyeni zonat ku keni djersitur më shumë për të hequr bakteret dhe aromat e këqija që shkakton trupi juaj. Kështu do të keni përfitime më të mira kundër erës së keqe të djersës dhe do të keni rezultate fantastike në çdo aspekt. Soda e bukës është një alternativë shumë e çmuar që mund të japë rezultate fantastike edhe kundër aromave. Hidhni një filxhan kafeje me sodë buke në vask dhe bëni një banjo për gjysmë ore. Në këtë mënyrë do të pastroni nga bakteriet dhe acidet e ndryshme që shkaktojnë aroma të këqija. Për një lëkurë të bukur mund të bëni një banjo 1 herë ose 2 herë në javë me përdorimin e sodës së bukës. Gjithashtu, hidhni pak sodë buke në shampon e trupit dhe vendoseni atë në banjo ose në vask dhe masazhoni duart ose këmbët. Më pas i lani ato me ujë të bollshëm dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në rigjenerimin e lëkurës suaj. Nëse doni thonjë të shëndetshëm dhe më pak probleme nga myku, atëherë mund të përdorni këtë recetë me sodë buke, e cila mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve dhe të ndihmojë gjithashtu në përmirësimin e shëndetit të thonjëve tuaj. Mundeni të përzini 3 lugë gjedhe me sodë buke në një gotë me ujë, dhe më pas pastën ta vendosni në thonjtë tuaj dhe ta mbani për disa minuta. Më pas i shplani ato me ujë të bollshëm dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Nëse doni të largoni papastërtitë nga goja juaj dhe të keni rezultate më të mira, atëherë përdorni të njëjtën metodë me sodën e bukës. Kështu përfitimet e saj do të jenë të menjëhershme dhe freskuese. Ju mundeni të freskoni gojën tuaj nga papastërtitë dhe të keni rezultate fantastike në këtë aspekt. Freskia juaj e gojës me sodë buke mund të jetë një alternativë e çmuar që mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të gojës suaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Hidhni një lugë çaji sodë buke në një gotë me ujë. Pasi soda të jetë të shkrirë, bëni një gargar për të hequr bakteriet dhe erën e keqe të gojës. Gargara duhet të bëhet çdo ditë dhe kështu shëndeti juaj dentar do të jetë i menjëhershëm dhe do të keni gjithashtu një mbrojtje më të mirë të dhëmbëve tuaj. Nëse doni të keni dhëmbë të bardhë dhe më të shëndetshëm, atëherë përdoreni si duhet sodën e bukës. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu duke u përzierë me ujë të oksigjenuar dhe rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë të menjëhershme dhe të larmishme. Përdorime të tilla të sodës së bukës do të bëjnë ndryshime rrënjësore në shëndetin e dhëmbëve. Çelësi qëndron te mënyra e përdorimit të këtyre recetave. Sa më mirë t'i përdorni recetat në dietën tuaj, aq më shumë përfitime do të keni në përditshmërinë tuaj. Soda e bukës është një alternativë që mund t'i japë shumë përfitime në dobi të shëndetit tuaj, dhe ndikimet e tyre të njëpasnjëshme do t'japin rezultate fantastike në çdo aspekt. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.